He pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar pak Matteo Borin. Matteo, natën e mbrëmshme ka qenë shumë i thyer, ka qenë shumë i lënduar shpirtërisht, ka qenë shumë i mërzitur me përzgjedhjen që bëri publiku për të hequr Brikenën nga shtëpia. Ndonjëherë ne nuk duhet të qajmë për atë që duam ta themi, por janë lëvizjet tona, janë mendimet tona që të çojnë të mendosh për atë që është. Matteo, menjëherë pas përfundimit të spektaklit, shkoi në dhomën e gjumit, mori buketin me lule që ja bëri dhuratë Brikenës në 26 vjetorin, mori 2 dhuratat nga firma Tanan, se nuk gabohem që i kishte bërë Matteo, dhe i dërgoi te krevati i Brikenës që ditën e sotme, tani me të zgjuar, ai do t'ia nisën Brikenës këto dhurata dhe ju lut që Brikena ta pret në Tiranë, të mos të ikën në Kosovë, vetëm për t'ia dërguar këto dhurata. Do me thënë, Matteo e vuan shpirtërisht jashtëzakonisht shumë prezencën e Brikenës brenda në shtëpi. Është më se normale që ta vuan, unë kam besuar shumë tek dashuria e Matteos, jam i pari gazetar që kam thënë që këto të dy do të përfundojnë në martesë, besoja në dy dasma brenda shtëpisë dhe e shoh që Matteo ndihet shumë bosh edhe shumë i vetëm pa Brikenën. Është akoma shumë herët nga nata e mbrëmshme edhe gjatë ditës së sotme. Unë mendoj që Matteo do ta kërkon, por është kjo gjëja që e mban but situatën që unë do të dalë të shtunën, sido që tjetë do ta takoj Brikenën në studio, por Matteon e prekën në gjën më të vogël, e thyen atë zemrën e Matteos, e thyen shpirtin e Matteos. Kjo nuk kupton që Matteo tashmë ndihet pak si i vetëm, por gjithsesi unë e shoh Matteon luftëtar, e shoh Matteon dinamik, por në mendime mbrëm, e kam ndjekur gjatë gjithë kohës, Matteo rinte dhe vetëm mendonte, ishte shumë në mendime për Brikenën e tij të dashur, për atë se çfarë ajo kishte brenda dhe çuditeshte si mundet fansat mua të më çojnë Brikenën të mos ta çojnë. Domethënë, Matteo ka hyrë në ca matematika, po bën disa matematika që po bëhet realisht një ndër banorët më të dashur dhe më të pëlqyer. A është e vështirë të ndash një çift? Me patjetër që është e vështirë, sidomos një çift si Matteo që Matteo e admiron Brikenën, jo e dashuron, e admiron dhe kjo e bën të veçantë marrëdhënien që ka Matteo dhe Brikena kundër drejt njëri tjetrit. Shpresoj që kjo marrëdhënie të ekzistojë gjithmonë.